Kjo është një luftë që është përgatitur prej kohësh dhe pjesa dërmuese e presidentëve amerikanë kanë pasur të dosje në tryez. Kushtet për të goditur Iranin maturuan pas asaj situate që ndodhi pas 7 tetorit, ku Irani dhe proksit e tij u gjendën të çarmatosur dhe regjimi u ekspozua në mënyrë të qartë për dobësinë e tij. Plus këtu kemi parë protestat e llataeshme të janarit që kushtuan një numër të madh qytetarësh që humbën jetën për shkak të këtyre kryengritjeve ciklike që ai populli bën ndaj këtij regjimi që ju përshkruat mjaft mirë. Mirë po, lufta mund të parashikosh nisjen e saj, por vijimi i saj ka aspekte që quhen të papërcaktuara mirë për shkak të fërkimit, siç e parashikonte generali prusian Clausewitz, sepse ti nuk ket në dorë të gjithë faktorët e luftës, dhe një faktor i luftës që mungon deri tani, për shkak se zoti Trump vetë tha kur të ne të mbarojmë bombardimet do ju japim sinjalin që ju të reagoni, për sa i përket aspektit të ndryshimit të regjimit. Mënyra se si do reagojnë iranianët që u ngritën një janar është ende një faktor X që nuk është në duart e as të Trump as të Netanyahu. Mirë po, të gjitha skenaret e luftës ishin parashikuara. Ishte parashikuar që Irani do të shantazhonte përmes mbylljes së kanalit të Ormuzit, ngushticës së Ormuzit, pikërisht për të marrë peng ekonomitë e vendit, do të godiste vendet e rajonit, duke i dhënë zotit Trump një aleancë që në fillim nuk ishte, sepse lufta nisi me Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por vendet e rajonit ndoshta nuk janë bërë pjesë aktive, por janë në një armiqësi të theksuar me Iranin dhe kanë krijuar një front shumë më të gjerë se sa ai që ishte në fillim kundër Iranit. Por operacionet luftarake në fillim janë parashikuar të zgjasin jo më pak se 4 javë. Ne jemi në javën e dytë. Një pjesë e objektivave unë i konsideroj të arritura. Pjesën e dekapitimit të leadershipit është arritur, që mund të shpallet në një farë mënyre si një goditje që i dha një shpagim protestuesve ndaj regjimit që i masakroi. E dyta është gjymtimi i kapaciteteve balistike. Ne dim që është goditur janë goditur jo vetëm ato qytetet e predhave që ndodhen në tokë, por edhe industria e Iranit. Ne dim që po ashtu proksit e Iranit janë